Pavarësisht thirrjeve të kryetarit të degës së LDK-s në Ferizaj që deputetët e kësaj partie në Kuvendin e Kosovës ta votojnë demarkacionin me malin e Zi, deputeti Adem Salihaj thotë se nuk do ta ndryshojë qëndrimin e deritanishëm. Sipas tij, nëse qeveria e Kosovës nuk do ta sjellë edhe aneks marrëveshjen që demarkacioni të rishikohet brenda një viti, ai dhe disa deputetë të tjerë të kësaj partie do të votojnë kundër, edhe pse shprehet I bindur se pas këtij veprimi do të pasojë hakmarrja ndaj tij nga kryetari I LDK-s Isa Mustafa. Me këtë aneks marrëveshje ne jemi të gatshëm ta votojmë demarkacionin, pra me këtë kusht që ai do të rishikohet brenda një viti dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje e re, atëherë çështja të shkojë në arbitrazh. Nëse nuk vjen ky aneks për marrëveshje, ju do ta votoni parimisht? Jo, parimisht jo. Në këtë formë që është tash, pa një aneks marrëveshje se do të rishikohet, ne s'mund ta votojmë. Dhe teknikisht në Kuvend nuk do të mund të kaloj demarkacioni për shkak të konstelacionit votave dhe të qëndrimeve. Pra, janë gjithsej 89 deputet pa opozitën, prej cilëve 11 janë deputet të listës sërbe, dhe nëse lista sërbe po e zom nuk e voton, ose nuk merr pjesë në votim, atëherë teknikisht mbeten vetëm 78 deputet që morrin pjesë në votim dhe nuk bëhen 80. Pra pa u bërë 80 dhe 80 për demarkacioni nuk do të mund të kaloj. Salihaj tregoi për përpjekjet që po bën për t'i bindur liderët e partisë së tij që LDK-ja ta votojë unanimisht kundër demarkacionin dhe të mos bie pre e lojrave që sipas tij po bën PDK-ja si pretekst për shpalljen e zgjedhjeve nacionale. Dhe LDK-ja në asnjë mënyrë të mos I nënshtrohet shantazhimit nga PDK-ja, sepse e gjithë kjo më duket më tepër lojë PDK-s për të shkuar në zgjedhje dhe për të shpëtuar edhe për një kohë nga arrestimi I mundshëm nga gjykata speciale. Pra unë do të insistoj brenda LDK-s që të mos ndodhë kjo, të mos jepet kjo mundësi e shantazhimit PDK-s dhe që LDK-ja e ka në dorë ta prish koalicionin kurdo që I nevojitet dhe ta bëj këtë LDK-ja, jo PDK-ja. Pra unë do të insistoj brenda partisë që LDK-ja kur ta vlerësoj, se është momenti dhe nuk mund të shkohet më tutje në qeverisje me një parti që është zhytur në krim të organizuar, në korrupsion dhe në gjitha aferat që I ka ndodhur Kosovës, atëherë LDK-ja do të aprish koalicion me këtë parti. Deputeti I Parlamentit të Kosovës nga radhat e LDK-s Adem Salihaj, duke uruar për lirimin e ish-kryeministrit dhe liderit të AK-s Ramush Haradinaj, tha se lirimi I tij pikërisht në kohën kur po flitet për zgjedhje të jashtëzakonshme, është pjesë e një skenari të mundshëm të PDK-s. Është e çuditshme pak në krijimin e rrethonave të reja edhe kjo, por sidoqoftë unë besoj që do t'i bëjë mirë Kosovës, por që ndoshta e zbulon një skenar që ka qenë I përgatitur për të bërë presion në aspektet caktuara mbi AK-n për t'ju nënshtruar disa skenarëve që mund t'i ketë pasur edhe mund t'i ketë PDK. Mundet kjo me ndodhë, është e përhapur logjikisht? Unë besoj që Ramushi pas gjithë kësaj që I ka ndodhur, edhe I ka ndodhur disa herë, dhe ai është ndër të vetmit që nuk është hequr nga lista e Interpolit. Pra, plot figurat PDK-s kanë qenë në atë listë dhe janë hequr, por ky nuk është hequr dhe është lënë aty për të shantazhuar në vazhdimsi sa herë t'i duhet PDK-s. Kështu që unë mendoj që ai nuk do të bijë në këtë kurth të PDK-s. Unë shpresoj që ai do të jetë I vetëdijshëm për gjitha këto, edhe të mos bijë në këtë kurth që të keqpërdoret ose të përdoret nga PDK-ja dhe Shiku për interesa të tyre. Ai ka pasur pasoja, e ka psuar me lëkurën e tij disa herë, kështu që unë shpresoj që ai do ta ketë parasysh gjithë këtë kur të marrë vendim për të ardhmen. Këto deklarata të deputetit Salihaj vijnë një ditë pas mbledhjes së kryesisë së LDK-s në Ferizaj, ku sipas një komunikati të këtij subjekti politik, deputetët e kësaj partie në Kuvendin e Kosovës përkrahën qëndrimet e LDK-s dhe të lidershipit të saj lidhur me miratimin e demarkacionit me malin e Zi, si një mundësi për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian.